Ka qenë radiallahu ta'ala anhu tepër modest. Përmendet se gjithmonë ka vazhduar dhe ashtu ka qenë, ka vesh rroba të vjetëruara, sa që është përmend historinë e tij, kur i ka, a e keni pa ato teshat prej vjetërsisë, ngjiten njëna pjesë me tjetrën. Çash thot, i ka vesh ato, edhe ju ka ngjitë ridaja e tij, posaçërisht ridaja e tij, që pjesa e sipërme është ngjitë çka që janë vjetruar shumë dhe janë bë khashim, janë bë çme thonën të vështira me u vesh, edhe trupin ta grithin. Edhe ka shku njëna prej grave ti, është anku prej vajzave ti, Hafsa radiallahu ta'ala anha, është anku edhe ka thonën, o prisi besimtarve, pse nuk po veshësh ma mirë? Ka thonë, i kam përcjell dy shokët e ti. I kam përcjell, thot, dy shokët, innehu kana li sahiban. Dy shokët e mi kanë hecë, thot, edhe ata kanë vazhdu kështu me qenë. Ka pas varfrit madhe, edhe kështu kanë vazhdu edhe kanë shmethoni ka godit vdekja dhe kanë hecë. E tash këto të mirat dynjos, thot, nëse na kanë ardhë neve, a më ndonë, thot, une, po e te i kaloj shmethonën kufit që ata kanë qëndru në ato, kam qenë me ata gjithmonë, kështu ka dosh me thonë Hafsës, kam qenë me ata gjithmonë, kam jetu me ata qysh kanë jetu ata. Apo me ndonë, thot, dynjoja nëse na ka ardhë neve sot mu e më ndryshuan edhe me i te i kalu qatë edukatët, qatë veshje që kam pas në kohën e tyne, alayhi salatu wassalam radiallahu anhum. Kjo ka qenë e çuditshme te Omeri. Edhe ta keni parasysh nuk o konë ves te Omeri. Te shumë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kjo gjendje. Janë frigu se nëse i ka godit ndonjë e mirë e dynjos, mos Allahu xhallahu ala po ja përshpejton të mirat, e që të mirat për besimtarin janë të rezervuara në ahiret. Këto e kite shumë sahabi që përmenden. Te Ebu Hurajra, te Aisha radiallahu ta'ala anha, kur ka kaj disa derte me disa sahabi, sa herë kur i kanë pas mirat e kanë kujtu kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dherri këto e potencon shumë. Ebu Darda gjithashtu. Bile kanë përmenë këto, ka thonë, po frigohemi se mos Allahu xhalla wa ala na i përshpejtoj të mirat neve, e ndërsa të mirat për besimtarin janë të garantuara në ahiret. Mos na po i shfrytëzojmë me thonë çdo të mira dhe s'po na mbetet hise neve për ahiret. E kjo ka friguar Omerin radiallahu ta'ala anhu.